Pyetja është se çfarë implikimesh mund të ketë ky vendim për marrëdhëniet Turqi-Izrael dhe a mund të çojë kjo në ndërprerje të plot diplomatike apo sigurisht edhe në një përplasje të drejtë për drejtë? E nderuar, kjo është një vendim në kuptimin e asaj që e merr qeveria e Turqisë, presidenti Erdogan, i cili çfarë për të dhënë një mesazh Izraelit që ka koha që të bësh një ndjetro dhe të respektosh marrëveshjen dhe të përunjesh presionet ndërkombëtare, sepse në një farë mënyrë edhe vetë faktori ndërkombëtar u komprometu me çështjen e Gazës dhe qëndrimin e Izraelit, pavarësisht që perëndimi bërin përpjekjet e tij të fundit që konkretizuan edhe me njojën e shtetit Izrael e Gazës, e shtetit Palestinës, por që dihen interesat gjeostrategjike dhe ambicet që ka Turqia në këtë zonë dhe ai do të ketë e vetmja ndër shtetet myslimane dhe arabe që të përfaqësoj kauzën e Palestinës dhe të dënoj agresionin dhe gjenocidin në Gaza. Dhe është një mesazh që jepet shtetit Izraelit, po dhe gjithë botës arabe që të jenë koheziv në kuptimin të kenë një lloj solidariteti në qëndrimet ty ndaj Izraelit për çështjen e Palestinës dhe të Gazës. A pritet zoti Elezi që edhe vendet politik dhe juridik, sepse nuk ka jurisdiksion të përgjithshëm, por thjesht vetëm është një vendim që merret për gjithë këto shtetas, të cilët janë këtë në mas, po themi administrative dhe po themi sigurie, për shkak të vendimit marrë, nëse ato do të futen në territorin Izraelit, në territorin turk, por që nuk i detyron dhe nuk ka jurisdiksion të përgjithshëm. Dhe është një mesazh që jep edhe shtetet tjera arabe, organizatës islamike, po gjithë ato që i pranojnë këtë kauzën e Gazës dhe të Palestinës dhe janë, po themi, për afër me qëndrimet e Stambollit, që në mënyrë që të përbashkohen dhe të kenë të njëjtën ndjenjë dhe solidariteti për t'i dhënë një mesazh drejt për drejt Netanyahut, krahas atij vendimi që është marrë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, për akuzat e ngritura gjenocidit, sepse këto janë ato arsyet që i ka shuar në këtë masë administrative dhe këtë vendim, dhe nga ana tjetër për të thënë që ti tashmë keni një fund jetë të këndshëm për sa i përket për ata që është bërë. E qartë, por zoti Elezi, nga ana tjetër, a pritet që të vendet tjera muslimane të ndjekin të njëjtën shembull si Turqia? E nderuar, pikërisht kjo ishte arsyeja që në vendimi i prokurorit të Stambollit është ndërmarrë, jo vetëm thjesht në referendum dhe zbatim të një vendimi të gjykatës apo për akuzat e ngritura, po themi ndërkombëtare të njohura publike për gjenocid dhe për ato krime lufte e shumë aspekte tjera që kanë të bëjnë me mos respektimin e drejtës luftës, por edhe për t'i dhënë atë mesazh këtyre vendeve arabe që të jenë së bashku për dënimin e këtij agresori në mënyrë që të jepet fund. Por nuk besoj, nuk e di, nuk jam shumë i qartë dhe shumë optimist nëse një gjë e tillë do të pranohet, do të ishte gjë e mirë në kuptimin e asaj që sa më tepër të dënohen agresionet e luftës pavarësisht emrave. Dhe në rastin konkret, kjo është synimi gjeostrategjik dhe gjeopolitik edhe i Stambollit dhe i Ankaras, në mënyrë që ai të bëhet faktori kryesor ndikues për fatin e lindjes mesme dhe çështjes së Palestinës. Dhe përmes kësaj, duke e marrë këtë iniciativë, këtë synon në mënyrë që të rreth saj të mlidhen që gjithë shtetet arabe dhe ato muslimane që një zërit ta dënojnë dhe të shkojnë deri në fund kësaj betejë, të cilët do të japë fund këtij konflikti dhe do të është një presion që jep edhe mesazh që jep edhe perëndimit për hir të vërtetës, për të thënë që lidhur me çështjen e lindjes mesme dhe të Gazës dhe Palestinës, Turqia nuk mund ta anashkalohet dhe vendimet për të do merren absolutisht duke marrë në konsideratë edhe Turqinë, e cila tashmë ka shpërfaqur ato ambicet e veta me fjalë edhe në linjën e mesme, duke shfrytzuar edhe momentin e çështjes së Gazës dhe Palestinës. E qartë. Mirë, zoti Elezi, pyetja e fundit për ta mbyllur. Ndërkaq kryeministri hungarez Viktor Orban ka deklaruar nga shtëpia e bardhë se lufta në Ukrainë sipas tij nuk do të kishte shpërthyer nëse Donald Trump do të ishte ende në detyrë, pra, ndërsa presidenti amerikan shprehu edhe një herë dëshirën për të takuar Vladimir Putin në Budapest. Pyetja e fundit, si lexoni këto deklarata të Viktor Orban në shtëpinë e bardhë se me Trump nuk do të kishte ndodhur lufta mes Rusisë dhe Ukrainës?
Ndëruar në presidenti kryeministri Orban ka shfaqur një lloj profilit të tij në kuptimin e një mediatorit pa shpallur apo një ndërmjetësit për qëllimin e mirë, në kuptimin që palët kryesorë, në Rusia dhe Perëndimi dhe Shebaja të ulen gjendje zgjidhje, dhe ka qenë Ukraina e cila çfarë ka prishë edhe kohezionin e brendshëm perëndimor për sa i përket mos respektimit të aplikimit të sanksioneve ndaj Rusisë, nisur nga fakti që ka dhe ato kufizimet e veta ekonomike dhe ndikimi që zbatimi i tyre për shkak të turbacioneve të furnizimit të naftës dhe energjisë, po nga ana tjetër një lloj afiliacioni që ka me presidentin Putin, po e kam dhënë kryeministri Orban është një po themi është nukli kryesor ku mund gjendet zgjidhja e qeshjes në sensin e një vend neutral e barazlarguar nga emocionet e palëve, dhe jepet mesazh respektivisht qoftë Perëndimit po e lindjes, qoftë Putin dhe Shebaz dhe Perëndimit përmes kryeministit Orban, për të thënë që kjo luftë nuk do të kishte filluar sepse Trump është një president i paqes, në kuptimin e asaj është një investitor i paqes dhe i parandalimit konflikteve, ka një bilans pozitiv në këtë drejtim, është një numër i madh luftash dhe konfliktesh të cilët që në gjenezën e tyre sapo nisur ato ushuan për shkak të ndikimit dhe parandalimit strategjisë parandaluese të saj, dhe janë një numër të tillë saqë ai vetë u artikulua dhe u nominua nga gjithë këto shtete dhe përfaqësues të tyre si një kandidat i mundshëm për marrjen e çmimit Nobel, dhe vetë Trump e ka artikuluar në mënyrë të vazhdueshme këtë, pavarësisht sfidave që është ndeshur, dhe për rastin e Rusës në Ukrainë ka thënë Rusi-Ukrainë ka thënë që kjo nuk është lufta ime, po të ishte ai në krye të shtëpisë bardhë nuk do të kishte ndodhur kjo luftë, duke pas parasysh ndikimin që ka presidenti i Shebaz në shtëpisë bardhë në zgjidhjen e çështjeve të sigurisë dhe të paqes dhe të luftave, dhe unë jam i prirë për të besuar që në rast se do ishte presidenti Trump krye shtëpisë bardhë, kjo luftë me vërtet nuk do të ishte shpërthyer, por që sikundër palët do kishin dakordsu për çështjet të cilët përbëjnë shqetësimin real të këtij konflikti, dhe normalisht Trump ka qenë që të merret në konsiderat realiteti i zhvillimeve në terren, për sa i përket atyre përmbushjes qëllime dhe objektiva që ka Rusia, ulin procedurën ku Ukraina të bëjë koncesion në kuptimin e disa territoreve dhe në një farë mënyrë ta pranojë edhe si rival, edhe ta respektojë Rusinë si rival, në kuptimin që s'mund ta anashkalojë, pikërisht sepse çfarë ai përfaqëson një superfuqi bërthamore me fuqi e rëndësishme ekonomike, gjeopolitike, energjetike, e rëndësishme në aspektin e çështjeve të sigurisë, sikundër ato që u përmendëm edhe në pyetjet e këtij paneli që kanë bënë me çështjet e Arktikut apo të tjera të cilës shqetësojnë njerëzimin, dhe janë këto palët e fuqitë e mëdha të cilët bien dakord. Dhe rasti i kryeministit Orban është për të përshëndetur, është një mediator apo një personalitet gjeopolitik, po themi në këtë rast, i shfrytzuar nga palët për të dhënë mesazhe të ndërsjellta, për të testuar njëri tjetrin edhe për ta përdorur atë për të ulën në tryezën e bisedimeve. Një farë mënyrë është pranuar si i tillë, pavarësisht rezervat që ka dhe shtetet caktuara të Evropës lidhur me të. E qartë. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund. Faleminderit për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Të përshëndes, nderuar kënaqësi dhe për mua. Faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Erdian Lezi, ku ndalem tek gjeopolitika dhe jo vetëm, ndërkaq do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe rikthehemi pas për të kthyer tek vendi ynë.